Ka pasur një deklaratë të fortë ditën e sotme nga shoqata e gjyqtarëve, të cilët në mënyrë të hapur kanë kërkuar kryeministit Rama që të mos ndërhyjë më në gjyqësor, madje i kanë cilësuar deklaratat e tij si presion të hapur ndaj drejtësisë. Për folur mbi këto deklarata, si dhe përplasjen e kryeministrit me shoqatën e gjyqtarëve, domethënë me gjyqtarët, kam të ftuar në një lidhje direkte Nduaj Pjetër. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, si e keni parë këtë përplasjen e gjyqtarëve me numrin 1 të ekzekutivit pikërisht me kryeministin Rama? Tani me sa shohun gjyqtarët po fillojnë me i bë kthes kryeministrit ose partisë në pushtet, sepse logjikisht në këtë rast i vetmi rast që kryeministri i Shqipërisë ka të drejtë. Dhe arsyeja pse shoqata dalin kundër është një nisëm e mirë dhe një sihariç ose një lajm i mirë për shqiptarët, sepse besoj që në të ardhmen nuk do të jenë palë e qeverisë. Por kryeministri i Shqipërisë me të drejtë thotë që nuk mund të dalë një prokuror dhe ti thonë nuk më pëlqen ky kryeministër dhe e heq. Nuk më pëlqen një gjyqtar thotë kryeministri ose ministri nuk më pëlqen dhe e heq ose e pezullon. Çka do thotë që pezullimi është një lloj si me të heq. Tani ne jemi republikë parlamentare dhe nuk jemi republikë prokurorësh. Kur të bëhemi republikë prokurorësh, atëherë na me të drejtë organi i akuzës ka të drejtë kryej të veprimet. Për sa i përket pra kësaj mase, e kemi thënë disa herë që qeveria nuk mundet të pezullohet nga një prokuror, çfarë do aftësie që të ketë prokurori. Tu nuk bëhet fjalë për aftësi, bëhet fjalë për budallek. Dhe në qoftë se ne do arrim të merremi me këto gjana, atëherë na prokuroria ka marrë, gjykata ka marrë dhe jetojmë kot në Shqipëri. Avokat, në fakt shoqata e gjyqtarëve e ka deklaruar që kjo është kompetencë e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe kryeministri Rama mund të ndërhyjë në kompetencën e tyre. Ajo mund të thonë është kompetencë, por nuk po ndërhyn, ai po të sharon se i një gabim. Qoftë kryeministri, qoftë ministra, qoftë çdo njeri sot që e kupton pra që ka dy paremen juridike, e kupton që është një veprim i nxituar i prokurorit dhe i gjykatës. Avokat, madje kryeministri Rama u shkoi deri aty sa u kujtoi gjyqtarëve që tashmë nuk mund të hesht më shumë lidhur me, po themi, kërkesën e tyre për rritjen e rrogës deri në 1.600 euro më shumë. Pra, a ishte një formë kujtese që shiko mos flisni shumë se ju kam rrogën në dorë unë. Pra, si e shikoni këtë lloj përplasje? Atëherë, nëse prokuror dhe gjyqtarët sillen në këto forma bashkë me kryeministrin, do thonë që gjyqtarët dhe prokurorët nuk kanë nevojë për rrogë fare sepse i marrin në rrugë korruptive. Pra, kjo tregon një menefregizëm qoftë të gjyqësorit, qoftë të kryeministrit. Dhe nuk kemi pse ne të bëjmë këto prova që unë të hes rrogën dhe unë të shtoj rrogën. Pra, nuk jemi në këtë. Kryeministri i Shqipërisë sot ka në dorë që të ndrojë dhe të ndryshojë kushtetutën e Shqipërisë. Por ky nuk e bën atë që ka në dorë. Se fare mirë mund të mbledh parlamentin, propozon shkrirjen e spakut e çfarë do i bash ti? Çfarë do i bash? Kur ai ka gjitha mundësitë. Ai nuk po i bën këto veprime. Me qenë se nuk po i bën këto veprime, do thotë që është krejt i mundshëm si kryeministër me po rrin në idenë e tij që mos të bëjnë keq. E kuptove? Pra sepse ai e ka në dorë këtë gjë. Me qenë se e ka në dorë të kryej këto veprime dhe nuk po i kryen, atëherë nuk kanë pse të mërziten as gjyqtarët as prokurorët për çështjen e tij. Ai po ju thot një gjë reale që nuk ka ndodhur ndonjëherë në asnjë vend të botës që prokurori ai të pezulloj një gjyqtar
një deputet, ose një kryeminist, ose zëvendës kryeministër. Avokat, ju po thoni që Rama mund të shkris pakun, po nëse e ka në dorë për ta bërë, pse se bën? Po e ka më mleu parlamentin, mleu deputet, propozon që ka lujt me në shtot prokurorat dhe ndron edhe kushtetutën. Po e ka mundësin me e ba. E na lën dot ti, apo nuk kush me e ba, as nisë na lën. Ndalon amerikanët, avokat, se janë amerikanët të cilët e kanë krijuar. Po çfarë kanë amerikanë, se amerikanë nuk votojnë në parlamentin shqiptar. Pse i menoni ju që janë amerikanë, ose janë anglez, ose janë italianë, ose janë francez? Po pse kështu do jetojmë tani jetën ne? Nëse amerikanët dalin me një deklaratë shumë të fortë që thonë, po themi, pasi Rama e marrim një rast supozuar, pasi Rama mund thotë që unë e shkris pakun, dhe amerikanët dalin me deklaratë që veprimi i Ramës është në kundërshtim me parimet tona, si thonë amerikanët, Po. Dhe del Donald Trump dhe thotë... do i thonë, tani ne pranaj do vujmë të anjetën, dhe kemi vujtë të anjetën, sepse thot Amerika, thot Anglia, thot, po që rëndësi e ka më Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po pse do t'i marrim gjithçka ne? Ata kanë pagu lek? Po mirë, mo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministrin e Kanadas? Çfarë ndodhi me kryeministrin e Kanadas? Një sekond, a ka mundësi derisa të sharoj unë këtë fakt? Në qoftë se amerikanë, pra, duan të bëjnë kështu veprimesh, nuk menoj që janë rregull me 7 vite pa gjykata në Shqipëri. Ma thuj mu një vend në botë që ka 7 vite pa gjyqësor. Pra këta janë amerikanë që po na tregon. Këta janë anglezë që po na tregojnë. Pra asgjë nuk po ndodh në Shqipëri, vetëm jemi duke ikë mrapsht. Kur qohet edhe një prokuror me pezullu nga puna një deputet a një ministër ose një zëvendës kryeministër apo kryeministër, tani ne të dëgjojmë amerikanë, se çfarë thonë. Po amerikanët kanë punën e vetë, ai ka ndodhur në Amerikë ndonjëherë ky rast që prokurorit ta pezullojnë, më thuj një rast që të mund ta krahasojmë me Shqipërinë. Po duhet me bë prova me ne, o zotëri. Ne jemi në poligon, si i thonë, me bë prova kush don, me bë në çdo rast për drejtsinë shqiptare. Në momentin që dështuan me vetimin, dështuan me gjyqësorin, dështuan me drejtsinë, amerikanët nuk kanë ftyrë më që të paraqiten dhe të kërkojnë mundësinë aty tjera, qoftë kryeministit, qoftë opozitës e me radhë. Pra jemi në një pikë zero. Kemi ikur minimumi 10-12 vite pas me reformën në drejtësi. Tani vjen edhe kjo që del një prokuror e thotë, pezulloj, është e tmerrshme. Pra unë e konsideroj ligjërisht, nuk më intereson. Këta zollumin e kanë bërë, këta kanë vjellë, kanë bërë çdo gjë. Por ama nuk është mekanizmi ky, o zotëri. Shoje, hetoje, masi të marrësh hetimet, prej flet arrestin, nisen burg edhe miru pashin. Nuk ka pastaj asnjë qeveri që e mbron një kriminal, një hajdut. Po ju nuk e bani. Pra këta vetë prokurorët janë të lidhur me qeverinë, janë të lidhur me Ramën që bëjnë këto veprime, sepse e kanë fare mirë. Pra, rrugën e din, mënyrën e din, që ta vënë me shpata për mur, me prova dhe t'i japin dënimin e meritur secilit. Po nuk don ata, don të krijojnë si formash. Ç'punë kanë amerikanët, të jenë pranishëm në një mbledhje të KLP-s, kur zgjidhet kreu i BK-s. Po ta marrim kështu. Tani amerikan, po, shumë bukur më. Amerikanët, unë kam qenë në organe drejtuese dhe të qeverisë Shqipërisë në vite me radhë. Bien një fond 2 milion euro, harxojnë Shqipëri 200.000 euro dhe 1.800.000 euro i marrin mrapsht me punojësit e tyre. Këto janë provat që bëjnë, këto janë pizvleqe që bëjnë qoftë amerikan, qoftë anglez, qoftë suedez e me radhë. Çdo lloj projekti në Shqipëri që vjen, pra vinë e marrin vetë me përfaqësuesit e tyre në Shqipëri. Gjoja për të na dhënë mend për drejtsinë, gjoja për të na dhënë mend për se si funksionon gjyqësori ose si funksionon prokuroria në vende të tjera të botës. Këta prokurorët janë të bollë mirë, janë më të mirë dhe më të aftë. Por ama problemi është i ngatrimit me politikën. Nëse ngatrohet prokuroria me politikën, jemi në këtë pikë. Si zgjidhet kjo, avokat? Si zgjidhet me shkri komplet edhe herë sistemin e drejtësisë, sistemin e qeverisë, të bëhen zgjedhje, por këtu janë gjithë komunistë dhe nuk bëhen zgjedhje mase. Sa herë dalin me vota, këta votat i merr Partia Socialiste s'ke që i bën botë. Atëherë na ç'a duhet bësh me ikë me lënë Shqipërinë aty në që po vinë në Shqipëri, e të jetojnë Rama me ata iraniante, me çfarë ata shtete tjera.
Pra Janë mush gjithë dorëzohemi. institucionet e Shqipërisë, po ta dorëzojnë çfarë do bëjmë? Kur s'kemi të zot ne. Kur ne merremi me një Sali Berish, merremi me një Edi Rama, merremi me Ilir Met, merremi me njerëzit njerëzit që shkatrojnë Shqipërinë dhe ne kërkojmë t'i vëmë përsëri në krye të këtij vendi. Është turpi i botës. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.